Dëmtime masive në rrugët e parcelave janë evidentuar në thuajse të gjithë bashkinë e Maliqit si shkak i rreshjeve intensive të fillim vitit. Për këtë arsye, ky institucion ka akorduar një fond prej 4.5 milion lekësh për të bërë riparimin e të gjitha këtyre rrugëve, të cilat janë mjaft të rëndësishme për fermerët e zonës. Njësitë më të prekura nga dëmtimi rrugëve të parcelave janë Vreshta si Liboniku dhe Pirgu, në të cilat është menduar të punohet intensivisht për riparimin dhe çakullimin e këtyre rrugëve. Aktualisht Bashkia e Maliqit me situatën e rreshjeve të fillim vitit ka patur disa problematika për sa i përket dëmtimit të rrugëve të parcelave si në dëmtimin edhe të infrastrukturës së përgjithshme të territorit të bashkisë. Për këtë vit ka akorduar me vendimin e Këshillit një fond të veçantë më goxha të lartë rreth afërsisht 4.5 milion lekë të reja, në të cilin ne së shpejti do të bëjmë një planifikim ose ndarje të gjithë rrugëve më problematike dhe sa do fillojmë sa më shpejt për përmirësimin e këtyre rrugëve me çakull natyror. Rrugët e parcelave janë mjaft të rëndësishme për fermerët e zonës, pasi ata janë të detyruar të qarkullojnë përmes tyre për të arritur në tokat bujqësore, të kryejnë shërbimet e duhura për të mbjellat, si dhe të nxjerrin në treg prodhimet bujqësore.